Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës si nisma Shqipëria bëhet, Aleksandër Runaj në një deklarat tha se qytetarët sot po përballen me një padrejtësi të rëndë. Runaj theksoi se po kërcënohen dhe po shantazhohen me heqje nga puna vetëm se mendojnë ndryshe. Sipas tij, kjo kategori e qytetarëve mendon se Shqipëria mund të bëhet më mirë. Sipas kandidatit Runaj, të mendosh ndryshe është forcë dhe dashuri për vendin. Kandidati nisma Shqipëria bëhej thekson ndër të tjera se nuk ka forcë më të madhe se sa kur populli bashkohet, ndaj ka ftuar qytetarët që më 11 maj të mos kenë frikë, por të votojnë me dinjitet numrin 6 dhe Aleksandër Runaj. Përshëndetje miq. E vërteta duhet parë në sy. Shumë njerëz sot po përballen me një padrejtësi të rëndë. Po kërcënohen dhe po shantazhohen për heqjen nga puna vetëm sepse kanë guxuar apo guxojnë të mendojnë ndryshe, sepse nuk i binden partisë në pushtet, sepse mendojnë që Shqipëria mund të bëhet më mirë. Të mendosh ndryshe nuk është faj, të mendosh ndryshe është forcë, është dashuri për vendin, është besim në lirinë që kemi ndëruar dhe janë sakrifikuar breza të tërë. Ti ndoshta mendon se je në pushtet dhe je i paprekshëm, por mos harro që nuk ka forcë më të madhe se sa kur populli bashkohet. Prandaj në 11 maj mos keni frikë, sepse kur mbaron frika, fillon liria. Votoni me dinjitet. Votoni numrin 6, votoni Aleksandër Runaj. Ju përshëndes.